Mirë mëngjes të gjithë të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24. Nisim këtë ditë të martë një tjetër transmetim si çdo mëngjes në ekranin e News 24 duke ju uruar të gjithëve të keni një ditë sa më të mbar, sigurisht edhe ne këtu. Apo jo Katerin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Sot ne veshur kaq bukur me këto jeshille që do bëjmë dhe neve sot. Jeshille. Jam përshtatur me recetat. Me recetën, po është vërtet mirëmëngjes dhe ju të dashura Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur. Ju ftojmë këtu tek Ndioni gatimit, siç e shikoni sot do të bëjmë lakror me nena. Nenat, të cilat shikoni, me thënë, se sa të mira janë, i kam grir, i kam përgati, i kam bajtur edhe këtu për ata që ndoshta dhe nuk i njohin dhe janë në nenë kështu të butë, do me thënë. Nena shumë të mira, do me thënë që, si da them të butë. Të njoma, të freskëta. Të freskëta, ashtu më mirë. Jo të ashpra. Jo të ashpra, jo ato nenat e ashpra, janë ato nenat të cilat janë të buta dhe bëhen byrek shumë të mira. Dhe çfarë do tjetër ky byreku? Unë do t'i bëj vetëm me gjizë, edhe me nenat, edhe ato petët që do të hapim, edhe pak vaj edhe gjark për t'i shijuar. Tani, unë të dashur fillojmë me njerë këtu me që i kam vendosur këto, shiko, si tuash, si që i kam të nga uj, kaloj në tigan, pa vaj, pa gjë. Thjesht kështu, do me thënë të më ulim pak vëllimin. I përvëllojmë themi neve, po jo në ujë të nxehtë, i hedh direkt të tek pjesa e tiganit, si që kemi në ujë. Pra një herë një pjesë e largojmë pastaj pjesën tjetër. Pjesë që mos të na bëjnë shumë, do me thënë, me lëngje. Tani të kullojmë edhe këto, se edhe këto, shiko se sa të freskëta janë, edhe këto bishtat i kanë shumë të njoma dhe të vogla, kështu që do t'i hedhim dhe këto. Do t'i kulloj dhe do t'i shtoj edhe ato. Në rregull, sepse edhe ato kanë shijen e vet. Po, përveç këtyre do ju themi tani me një herë se çfarë do të bëjmë. Ja ta lëm këtu për momentin. Unë shoh që ne një bazën e petëve në fund të tavës e kemi shtruar. Me siguri këtu të mbuluar kemi edhe petët që do të na duhen për shtresën e dytë. Ajo mënyra shumë e thjeshtë e përgatiturit të byrekut ku petët hapen të gjitha sa pëllëmba e dorës, 3, 4, 5, e më pas ndahen nga njëra tjetra duke u spërkatur pak me vaj dhe kështu hapen me një herë. Natyrisht që diferencën e bën edhe mielli që ne përdorim dhe ne vazhdojmë gatuaj me mielin Ola. Mielli për çdo përdorim është ai që kemi sjell sot në këtë recetë, por pa diskutim që keni edhe mundësi të tjera nga kompania Atlas të miellit që ju do të zgjidhni dhe janë të shumt. Ne kemi disa prej tyre këtu në studio që i përdorim shpesh, siç është pra në vendin e parë mielli për çdo përdorim, e mëtej mund të kalojmë tek mielli për pica, mielli i misrit, i verdh, i bardhë, mielli integral gjithashtu. Por pse jo, edhe mielli bio është ai paketimi i jeshil që ne në këtë moment s'po e shohim, por është sërish shumë i shëndetshëm për të përdorur në një gamë të gjerë të recetave. E natyrisht mund përgatisim edhe ëmbëlsira me mielin farinap, i cili vjen në disa variante, i aromatizuar gjithashtu edhe me pluhurin fryrës brenda. Dhe dora e dytë e, si quheshin, nena, janë gati. Nuk ka ndonjë term tjetër kjo bima? Jo, nenë quhen këto. Jo, thash mos është krajinore dhe veshi mund të mësuar me një... Shikoj, njëjta mënyrë bëhet dhe me hithra, njëjti byrek. Mund ta bëjmë edhe me hithra, por unë sot do ta sjell me nena. Do të thënë se janë të stinës. Po, do lë këto, si kam këtu tani janë mjaftueshëm. Do t'i lëm tani, këtu kam hodha pak vaj, do t'i hedh edhe këtë gjalpin, me që se do përdor pak gjizë, do përdor gjizë, jo pak. Aj sa i duhet. Aj sa i duhet. Do t'a shkri dhe shiko, lëshon një aromë shumë të mirë ki gjalpi, kjo është që do t'i bëj, do me thënë, do t'u japi shije, edhe nuk shtojmë asë një gjë tjetër, vetëm gjizë, nena, edhe ato petët e byrekut. Petët e byrekut varet nga sasia, do me thënë, nga tepsia, që mund të keni 300 gram, mund të përdorni edhe 350 me 400 gram. Mirë, dua të them. Edhe vaj dhe kështu ujë dhe mund të vakët, asë një gjë bëjnë shumë të thjeshta. Petët kemi treguar her pas here prandaj dhe i bëjmë në këtë mënyrë. Është mënyra më e mirë që i bëjmë ashtu në kuleçe, kush e nxori atë lloj, si thua se përpara nëna tona nuk e bënin kaq shumë, e bënin në zona e Korçës faktikisht me kuleç. Kështu me kuleç. Dhe është mënyra më e mirë. Ta fikim sobën se nuk do të na duhet. Nuk na duhet më. Dhe kalojmë këtu tani për të treguar me një herë mbushjen se si do ta realizojmë. Ndërkohë unë shoh që në këndin tjetër kemi zarzavate sot, kështu që kemi thënë dhe për atë receta njëra dhe ajo bëhet shumë e mirë dhe do ta bëjmë në tenxhere.
kam krah pule, ato cungjet e pulës, të cilat ato fillimisht do t'i pjek. Dhe me që ashtu kam temperaturë të sobës tuan, Anila, mund t'a marim tenxhere t'a vendos që të më zë një temperaturë. Pa tjetër, se duhet tjetë shumë, ashtu, që mos më shkoj edhe vatra tjetë shumë, të nxehet, dhe aty pa i ndyrë, pa kry, pa asgjë, do të vendosim me radhë këto cungjet, do më thënë do t'i pjekim nga të dy anët. Do t'ja tregojmë me njerë se si do të bëhet. Edhe pastaj prapë do të heqim ato, do të pregatisim, do me thënë, të vendosim qepën edhe speca këto perimet, spec kam unë, patlıcan, kungull, patate, kam qepë 1, 2, 3 thelpinj hudhër, domaten e kam brënda në frigorifer, kam edhe domate të freskët që do të asillim, sepse do të abeja të salsën më vete veç se me domate, ndoshta dhe gjysmë filxhani ujë, jo më tepër. Salsën do të ka vërdisa të salsën, të vi momenti, salsën koncentrat, do hedhe edhe domatet e grira në rende brënda ose në blender, do të marri një, si tu është, zjerje, dhe atë salsën do t'ja hedhë sipër, do t'a mbulojmë me kapak, do t'a lëjmë në temperaturë të ullët, dhe do t'a kemi gjellën me lëngjet e veta. Do t'a shikoni se sa të mirë që do t'a bëjmë. Mirë, qëndrojmë të byreku, me qënë se besoj në këtë pjesë të parë, ne do t'jemi deri në fazën që do t'a vendosim në furr, kështu që le të përqëndrojmë pikërisht këtu, pas pak do të shohim në ekran edhe për bërësit, madje le t'i shohim tani, për të kuptuar edhe se sa është raporti i miellit që kemi përdor në realizimin e brumit, thamë që brum kemi bërë disa herë, ndaj nuk është gjithmonë e nevojshme. Atëherë në recet ne kemi të shkruar lakror me hithra dhe gjiz, po ndërkohë është lakror me nena dhe gjiz. Me gjithatë të njëjtën mënyrë, ju mund ta përdorni edhe duke e gatuar me hithra. Atëherë 350-400 gram miell, 1 kilogram hithra nëse do ta bëni me hithra dhe nene nëse do ta bëni me nenesin e sot, 400-500 gram gjizë freskët, kri piper, vaj dhe gjalp. Prezentuam kështu edhe një recetë të dytë që do të vijë sot, një turlim me krah pule, për të cilën do të na duhet 1 kilogram krah pule, një qep, 2-3 thelpinj hudhër, 2 domate, 1 lugë supe salcë domate, 2 speca, 1-2 kunguj të njom, 1-2 patlıcan, 2-3 patate, do të na duhet vaj, kri piper, gjysmë filxhani çaj me lëng mishi dhe majdanoz për servirje. Të dyja recetat shumë të mira duken sot, janë të dyja tradicionale, si byreku ashtu edhe turlin që ne kemi me shef ta gatuajmë më pas here. Mënyra se si do ta bëjmë do të jetë pak si më ndryshe dhe peta që shikojmë si hapen, do ta lë këtu për momentin që të bëj rregulloj dhe mbushjen. Është të bërë gati kjo tani. Ajo, besoj është ftohur mjaftueshëm. Po nuk ka nevojë. Kam hedhur dhe gjalpin brenda. Ato pak një vishkje kanë marrë. Do t'i hedh, sepse kripën e kam të freskët edhe kam pa gjiz, kështu që do t'i hedh pa gjiz. E kam të freskët pa krip. Kështu që do t'i hedhim pa krip. Kemi krip pa gjiz sot. Ashtu. Ne gatruam gjërat. Tani ta afrojmë këta këtu. Dhe trazojmë fillimisht. Harxhim, po themi. E trazojmë fillimisht. Sa të mira janë, sa të njoma dhe sa të mira. Këto edhe kështu konsumojnë me pak duhet kënë edhe vlera, ka përshtypjen, do të bëjnë një përshëndetje. Me limon, bëjnë shumë të mira. Mund t'i grimi edhe pak hudhër brenda. Edhe ti konsumojmë kështu salatë. Salatë, po, bëjnë shumë të mira. Është koha e tyre tani, kështu që të dashur anvisa, mos ezitoni t'i bëni. Por edhe kështu me këtë gjizën, bëjnë jashtëzakonisht një byrek që shtëhani. Shtuam edhe se në fundit të gjalpit. Dhe nuk janë edhe të shtrenjta, është si thua një byrek shumë ekonomik, edhe gjiza, edhe se ka gjizë përgatim, do me thënë që është ekonomike, edhe këto lakrat, dikush i ka dhe në bache. Kështu që më mirë akoma. Është një byrek pa asgjë, me 300 gram miell. Edhe vajnë, edhe pak gjalp faktikisht, sepse ai është që do t'i... Kur kemi bulmet, kam thënë gjithmonë që është mirë të përdorim edhe gjalp edhe vaj. Ja, ky është harxhi. Edhe i plot si byrek, jo me pak kështu. Tani do të bëjmë mbushjen. Furrën e kemi të ngrohur, edhe sa po ta mbushim dhe ta mbulojmë byrekun, do ta kemi gati me njëherë për ta vendosur në furrë. Atëherë do ta kep të fuqën këtu, unë Anila të bëjmë që këto anët, prandaj e hodha më shumë. Sa petë ke shtruar në fund, Kati? 5-6 duhet jenë. 5-6. Sipas kuleçve që të dalin, po janë kaq.
sa më shumë të hedhim aq më mirë është, do me thënë t'i ndajmë në kuleç të vegjël, aq me shkrifët bëhet peta. Këto lloj lakrore mund t'i bëjnë, do me thënë, edhe që të hapin nga një petë poshtë nga një petë lart, por ato janë që kur i bëjmë në saç faktikisht, edhe nuk duan fare i ndyrë. Nuk i hedhim, i lyem me shumë pak i ndyrë. Tani me që rash shumë atje tani. Dhe kalosh pak, e me lërë e kati së. Ta lëmë, hajde. Gjdo ta hanë të? Gjdo ta hanë, lakë. Vaju liri është pastaj. E quam dhe tutje shumë, s'kaq. Edhe sa shpejt që bëhet, Po. E shikon s'kemi dhe lëngje, sepse lëngjet i patë se si i hoqëm neve nga tigani. I përvërluam dhe i hoqëm më një. Tani mirë është që të shtrohet mirë kjo, që mos ketë vënde i boshe, pa lakra dhe pa gjizë. Jemi në regullë, nuk ka nevoj që të shtojmë asë një Tani të duhet të vendosim edhe petën tjetër. Të palosim ato krahët ansore, edhe i hapim pak të anët, kështu që janë pak më të plota, kështu, e pastaj dhe rudhosim sipër. Temperatura e pjekjes kati do t'jetë? Si gjithë, zakonisht gjithë byreqet, 180 gradë, edhe për kjo do një 20 minuta, 25, e do të nëse lash në anë, për largova shumë. Bëjmë pak rudha. Ta bëjmë pal-pal. Po. Ashtu. Se ne këto të ndrërë në lamë këtu kati, po kam përshtypjen që... Tani do i vëm ato direkt. Jo, mos na... Sa më e ngrot duhet, ato janë të nxere. Gjalpit nuk të duhet më, jo? Ajo i gjalpit do të alëm atje se do të bëjmë salsën. Në regull këtu e lash, atër e po heqim vetëm këto të... Mosë të falenderoj, Anil. Të lutem. Ja? Si po shkon? Shumë mirë shkon ky dhe shumë mirë do bëhet. Dhe s'kap se mos të bëhet. Byrekun me gjizë dhe me nenat të freskëta dhe ato nenat e ashpra. To janë shumë të freskëta. Vërtet. Ashtu, edhe pak, edhe e mbaruam. Mirë, ndërkohë që Kati merret me byrekun, unë po nxjerr pak nga frigoriferi vezët. Edhe ndërkohë Anila, shiko, kemi edhe... Kati, s'do i shkonin vezët i byreku? Shiko, i shkojnë vezët. Ma do të mbëlqen, kam lënë pak gjizë atje, Anila, se duhet i bëj, do me thënë, kam bajtur dhe pak nen, duhet ta bëj një si fërges në tigan, me pak nen, pak gjizë, edhe vezë. Ajo më pëlqen, shumë e mirë. Prandaj dhe nuk i vendosa brenda. Se ne mëngjesin ende se kemi konsumuar, ama kemi gjithmonë një zgjidhje për të nisur ditën shëndetshëm. Kështu që ne sot ta nisim me një omlet mëngjesin tonë, sigurisht me vezët O Vital, cilësi në 4 stin, ashtu sikur se dhe ai slogani i këndshëm i spoteve publicitare na thotë se për një plan ideal nisi ditën me O Vital. Edhe ne nisëm duke përgatitur byrekun. Ne byrekun e pastaj vezët. Kemi gati për ta vendosur në furrë, gjithmonë, një pastrim, edhe ja, ky është byreku, që ne e kemi gati për në furrë. Temperatura e furrës 180 gradë, e ngrohur më përpara, e vendosim brenda dhe do ta shikojmë në momentin e dytë. Ne kemi në furrë dhe tani, ndërkohë që presim të na bëhet byreku, ne do të merremi me recetën e dytë për sot, që përsëri do të kalojmë nga krahu andemet, po kuptoj. Do t'i bëjmë këtu më mirë, me që kemi vatrën të nxehtë. Dhe thamë që do ta nisim nga krahët e pulës, sungjet e pulës, pra janë këto pjesëzat e mishit të pulës që në fakt në disa receta shkojnë shumë, sepse kanë një sesi pak më të lartë të yndyrës, ama kanë edhe atë shijen më të theksuar. Kështu që këtë tullin sot do ta bëjmë
pikërisht me mish shpule, ku kemi zgjedhur edhe zarzavatet si patate, kunguj, patlıcan, speca, e sigurisht qepe dhe hudhra. Do të kemi edhe një salcë të përgatitur pastaj, me shumë mundësi do të na mbetet për në pjesën e dytë salca, por që do të jetë shoqëruese e gjellës për sot. Dhe ç'është e vërtetë Anila, janë të dyja gatimet edhe të shpejta, por edhe të shijshme dhe ekonomike. Sepse edhe këto, si thua, kanë një çmim të mirë. Edhe kur i gjem dhe kështu të freskëta, i kemi edhe më mirë. Nuk i hedh as krip, as vaj, as gjë. Do t'i lëm, do me thënë që të më piqen nga të dyja anët, do t'i heqim dhe atje do vazhdojmë për të bërë kavërdisjen. Pastroj pak tryezën nga ana tjetër. Tryezën që e kemi plot me miell. Të bëj unë ndonjë gjë. Jo ti, dua që të kem kështu të bukur dhe unë do bëj. Ua, pse po pastrova tryezën? Unë do bëj punë sot. Po shikoj, disa zonja ka në shtëpi tani që po gatuajnë, po bëjnë punët, po pastrojnë, po qëndrojnë me ne, bëjnë dhe një pauzë kështu në për shtëpi me kafe me duar, po, pra flasin me njëra tjetrën në telefon, bëjnë ato pyetjet e zakonta, çfarë ke bërë ti për dreke, çfarë do bëj për drekun, më jep një mendje, të pyesin shpesh me ato mendje Katerina? Po, patjetër, që na pyesin dhe i falenderojmë, marrin shkas dhe ti falenderojmë zonja, se i kemi të mrekullueshme të gjitha dhe shumë të mira. Nuk është se u ambajmë mend emrin, madje zonja Lume ishte me që ra fjala këtu tek stacioni i trenit, tek stacioni autobusit, afër trenit. Po? Më tha zonja Katerina, tha të përshëndes, ta i bëni ato gatime shumë të mira dhe jeni shumë të mira bashkë me Anilën, më thotë mua. Faleminderit. Anila tha shkëlqen. E tha? Të ka dëgjuar ty prandaj. Jo, s'ka dëgjuar mua. E tha vetë ajo nga ajo, si thuash, kënaqësi e saj. Po, dhe ne në fakt marrim vërtet kënaqësi nga të gjitha fjalët tuaja, kemi thënë shpesh që ne jemi të kënaqura kur ju na shkruani, pse jo edhe kur na propozoni ndonjë recetë, edhe kur na bëni ndonjë kritik, të gjitha këto janë ato që ne realisht i lexojmë një nga një dhe përpiqemi ti zbatojmë edhe ti përmirësojmë rrugës, se në fund kanti gjithmonë ka për më mirë apo jo vend. Sigurisht, por gjithmonë për mirësi, do të thënë gjithmonë gjithë jetën njeriu mëson. Patjetër. Derisa është momenti që e lërat momentin. Le të jerim pak vaj pasaj dhe më jep salsën të lutem që ta kavërdis pak salsën dhe të edhe domaten që të bëjmë ato. Si ke çuar ato lugët andej? Ja, ta edhin këtë salsën këtu. Ka ngelur një gjethe. Ska gjë. Ta trazojmë. Do të marrë edhe, nëse po e marrë unë, Anila. Më thuaj, se të sjell edhe unë, gjithçka që mund të duhet. Është domaten që kam dhe la shtu në frigorifer. Tham që do të bëjmë një përzierje edhe të salcës koncentrat, me domaten e freskët të grirë, dhe ja, është momenti për t'ja shtuar gatimet. Është ajo që them gjithmonë për salsën që të kavërdisë. Tani unë me që se do t'a bëjnë në këtë mënyrë gjellë, shikojni se si do t'ua bëj, dhe do shikoni, do me thënë, nëse do t'a pregatisni në familje tuaje, se sa do ju pëlqej mënyra se si unë do t'a pregatis të gjellë. Edhe këto do të marrin shije shumë të mirë, edhe ato perimet do të ruajnë atë formën, shijen, sepse do të hedhim këtë salsën që ne do të pregatisim, edhe do të bëjnë shumë, shumë të mira. Shiko, mund të kemi të njëjtat produkte, por ka të bëj shumë mënyra e gatimit të gjellës të produkteve. Dhe ajo bën diferencën. Se neve mund të themi, po ç'është më ja krah pule dhe këto. Jo, krah pule, por do shikoni do me thënë se si do ta pregatisim. Pasi do të heqë që do të na jenë pjekur nga të dyja anët, sepse në fund të fundit, tu tani ato karamelizohen, marrin shije, ruajnë ato, si thua, butësinë në brendësi. Dhe në momenti që do t'i hedhim neve edhe perimet e tjera dhe do t'i hedhim edhe salsën, ato do të zihen avash dhe do të bëjnë shumë të buta dhe të shijshme. Kështu që është ajo që ju them që ka të bëjë shumë mënyra e gatimit të gjellës. Patjetër. Do të lëmë edhe pak qaste dhe më pas do të shtojmë si do ta kemi radhën e perimeve, patatja besoj. Apo qepa? Do jem qepën, specat që zbuten qik më ashu. Do të kemi dhe salsën këtu tani që do të kemi gati. Por fillimisht duhet të heqim këto krahët e pulës. Dhe në të njëjtin tigan, vazhdojmë më pas. Vazhdojmë po kavërdisit.
veç se këtë salcën që unë e bëra më vete. Kështu bëjeni dhe juve keni një tenxhere të vogël në shtëpi, sepse në këtë mënyrë tani që bëhet salca që përgatitet, kjo merr shumë shije. Edhe erza do t'i jetë te salca dhe në fund fare do t'i shtoj tek gatimi, te gjella. Kështu që do të hedhim edhe këtë domate që të na zihej pak. Këtu kemi piper të zi, piper të kuq dhe erza të miksuara. Nëse kanë, nëse nuk kanë, nuk ka problem. Por që sigurisht është një ekstra shije. Po tani i din më anvisat, sepse dhe ato gatuajnë në shtëpitë e tyre, dhe ato përdorin, ato që duan t'i përdorin, ato që s'duan, se ka dhe anvisa që nuk përdorin, do me thënë, ekstra. I shojmë edhe një herë tani këtu. Juve thekëroni në fakt sa më shumë, se sa më shumë t'i thekëroni, aq më të mira bëhen, aq më shumë shije kanë. Kështu që mos i lëni pa i përgatitur ashtu siç duhet. Tani këtu unë do të hedh edhe këto erzat që kam piper të kuq dhe miksin e erzave. I hedhim këtu brenda te salca. Edhe këtë salcën pasi do të na zihej, do na marr një 2 val, do ta shtojmë brenda tek gjella. Në momentin që duhet. Ta lë pak të më zihej. Dhe unë do të filloj që të heq avash këto. Do largojmë mishin e pulës nga tigani dhe po aty do të vazhdojmë më tej me salsavatat. Përdoni edhe kjo tani që ka ngelur këtu te pjesa e tiganit, kjo shija e pulës, janë ato si thuash lëndët ekstraktive që dalin nga pjekja e mishit. Ato janë që japin shumë shije gjellës. Ju mundoni në shtëpi t'i lëni edhe pak më shumë, do me thënë, dhe sikur t'i thekëroni edhe pak më shumë, miru bën, dëm s'u bën. Ati le ati në cep ato që të më bëjnë edhe pak. Edhe këtu kam hudhra dhe qepën. I hedhim. Në pas thamë do të shtojmë edhe vajin. Specat. I heqim edhe këto tani. Vazhdon tani gatimi në mënyrën klasike. Po. Skuqja e qepës, skuqja e salsavateve. Kemi hedhur qepën dhe hudhrat. Janë telping të ploti kam hedhur unë, sepse janë ato hudhrat, kokët e njoma të hudrave që dalin tani, pasi do me thënë janë jeshile, më mbrapa na dalin ato kokë hudre që janë shumë të njoma. Një zbutje e lehtë, nuk bëjmë kavërdisje të rëndë, thjesht një zbutje të lehtë. Dhe shtojmë edhe me njëherë edhe specat. Në koha aty kemi kungujt, kemi patlıxhanët. Kemi dhe patatet. Do fillojmë që t'i hedhim edhe ato me radhë. Lutem Anila, i marrim me radhë. Mos i patlıxhanët, kungujt. Pasim të gjithë tonë? Po, masi të lutem, faleminderit. Ja, po e keme. Shumë faleminderit. Atëherë le t'i hedhim kungujt fillimisht. Shoj që i ke prerë në copëza të mëdha, ka ti? Po, nuk ka nevojë do me thënë që të priten në kubik të vegjël. Turlia i do këto, veç se patatet kam thënë në, sepse patatja dua që të më lidhi këtë gjellën, të tretet pak, bëhet ajo salsa e lidhur. E të razojmë të nga zbuten. Tani këtu do t'i ndihmoj me krip, se krip s'kemi hedhur. Ashtu. Shikojmë pak byrekun, Anila? E ula pak temperaturën ka ti. Ka nevoj ta
vendos për të pjekur poshtë. E kam ullur pak. Okej. Ta ullim, po. Vazhdojmë në të njëjtën kohë të gatuajmë të dyja recetat. Receta e parë u bë shumë shpejt në fakt, sepse brumin e kishim përgatitur përpara. Nenat nuk donin shumë kohë në gatim, pra thjesht një bërje gati e një harxhi, siç e quajmë. Pet lart, pet poshtë, sepse është në formën e një lakrori në fakt, jo byrek siç e quaj unë, por lakror. Se e kemi vetëm me 2 pet, një lart e një poshtë, pa shtresa. Prandaj dhe quhet lakror, që është me 2 pet. Tani, ajo që ngelet, një zbutje të lehtë edhe të patateve. Dhe pasi, do me thënë, i lëm pak edhe patatet, do të vendosim këto racionet e kravit të pulës. Kaç do mbaroj në sovë në tenxhere, nuk e kalojmë në furrë. Jo, do ta lëm këtu që do bëhet avash avash. Do t'ulim temperaturën, edhe do ta lëm të bëhet avash avash këtu. Në fund fare do ta servirim me majdanoz. Nuk hedh këtu brenda, nuk ka nevojë. I shpërndaj më mirë. Në fund salcën, thamë që nuk jakoj, kemi të gjithë recetën, po i hedhim edhe një herë. Një sy së bashku, turlim me krah pule, 1 kilogram krah pule, 1 qep, 2-3 thelpinj hudhër, 2 domate, 1 lugë supe salcë domate, 2 speca, 1-2 kunguj të njom, 1-2 patëllxhan, 2-3 patate, vaj, krip, piper, gjysëm filxhan, çaj, lëng, mishi, majdanoz për servirje. Thamë që nuk do kemi atë gjellën e lëngshme, por me pak lëngje. Sepse vetë perimet janë të lëngshme, kështu që nuk ka nevojë. Ajo që do t'i bëj, do me thënë që të ngelet me lëngjet e veta, do t'jetë temperatura e ullët. Neve tani, me njëherë do t'a ullim temperaturën e sobës, dhe do t'a lëm të bëhet, dhe kjo lloj, si thuash, recete, e do që të jetë ndoshta edhe 1 orë avash avash, do me thënë. Okej, mirë, ne nuk do t'a lëm 1 orë, po nga ky moment do t'a lëm 30 minuta. Në rregull, do t'i shpraj vetëm këtë dhe do t'i hedh asnjë gjë tjetër. Atëherë, do t'i shtojmë vetëm pak fare ujë, siç tham, nga shplarja e tiganit të salcës dhe do ulim temperaturën, do t'a mbulojmë me kapak. Dhe këtu do të shkëputemi në fakt kanti nga kjo pjesë e parë. Kemi hapësirën publicitare që në ndanë nga kuzhina. Shumë mirë, do t'i presim avisat këtu që të përgatisim edhe atë, si tua shomletën, me gjizë edhe me nenat që në mbetën nga mbyreku. Okej, lakrori. Në rregull. Shkojmë në publicitet. Unë ju pres në studio bashkë me Katerinën për të vijuar me recetat tona, për të parë si do të na dalë lakrori, si do të na dalë gjella që sapo kemi mbuluar e kemi lënë në zjerje, edhe për të sjellë një omlet të shëndetshme me jeshillëqe dhe me një shije shumë të mirë pranvere. Publicitet, ju presim këtu. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi live në pjesën e dytë në këndin e gatimit. Do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër çfarë kemi bërë deri më tani, cilat janë recetat që po sjellim këtë ditë të martë, e natyrisht për ta përmbyllur edhe me një recetë të shpejtë, por edhe të shëndetshme. Patjetër, atëherë të dashur anëvisa, siç ju treguam në fillim fare, neve në një tenxhere që nuk ngjit, kemi vendosur këto krahët e pulës, të cilat i vendosëm pa yndyrë, pa kri, pa asnjë gjë, do me thonë, thjesht ngrohëm, do me thonë, ngrohëm, përvëlluam tenxheren dhe vendosëm me radhë këto racionet e krave të pulës. I kemi pjekur nga të dy anët, mirë është që ju në shtëpi t'i thekroni edhe pak më shumë, se sa më shumë t'i thekroni, aq më të mira dhe më të shijshme na bëhen. Më mbrapa i hoqëm ato i vendosëm në një enë, dhe aty filluam duke ka vërdisur qepën, hudhrat, specat, kungullin, patëllxhanin edhe domaten. Pra një zbutje të lehtë, duke shtuar edhe pak krip. Në një tenxhere tjetër,
kemi hedhur salcën e domates me 1-2 lugë vaj. Kam shtuar aty dhe 2 domate të kthyer në pure, do me thënë të grira në rende ose edhe në makinë grirse. I lam që zjeti, do me thënë u pregatit ajo salca, dhe pasi shtruam të gjitha, do me thënë në tenxhere, shtova përsëri si që shikoni krahët e pulës, shtova edhe salcën. Shtuam salcën dhe e lam në temperaturë të ullët në mesatare, kjo gjellë do që të bëhet e shishme dhe të ngelet me lëngjet e veta, se si që e pat neve nuk hodhëm ujë fare. Pra kjo do të bëhet me lëngjet e veta dhe do të bëhet një gjellë shumë e mirë dhe e shishme. Do të paktën rreth 1 orë, ndoshta edhe më shumë, këtë do të shikoni juve, edhe pse perimet janë të njoma dhe zihen shpejt, por nga që bëhen avash avash dhe me lëngjet e tyre, e u bet një gjellë e mrekullueshme. Në fund fare, pastaj i shtoni pak majdanos të grirë hollë. Ne do të lëm akoma për momentin. Dhe për punën e vajt, do t'ishte mirë që në këtë moment që do të ashtu para si ta nxinim, t'i hidhni ta spërkasni me pak vaj ulliri, edhe me pak majdanos. Atëherë e keni edhe më të mirë, edhe më të shishme, ndjeni edhe aromën e shijes të vajt, dhe sigurisht edhe për vlerat ushqimore. Unë do t'a lë tani për momentin, do t'a mbyllim, do t'a lëm të qetësohet akoma, tërkohë që neve kemi pregatitur edhe një byrek të cilin e bëm sot me nena të buta faktikisht, sepse nuk janë ato nenat e ashpra, janë ato nenat e pranverës, janë shumë të shishme dhe shumë të mira. Thjesht, neve i zbutëm pak e nga pak në tigan, i hodhëm në një enë, ku aty mbrapa shtuam pak gjalpe dhe vaj, kripe dhe piper, kemi shtuar edhe gjizën, i përzijem, hapëm pet me kuleç kam pregatitur, unë ndoshta me 5-6 kuleç poshtë, 5-6 lartë, edhe çfarë t'ju them, e mbushni në furrë dhe keni një si thua lakror shumë të shishëm. Atëherë, thamë që me që mbajtëm pak nen, Anila, edhe kemi pas edhe pak gjizë, me nen, me gjizë, me pak kripe dhe me kështu piper, bëhet një omlet shumë e mirë dhe shumë e shishme. Nenët në këtë kohë konsumojnë shumë, edhe kështu si tuash një omlet, por mund të konsumojnë kështu si që pregatitin me këtë, me gjizë edhe me vaj që i zbusim, me pak hudhër, me lëng limoni ose edhe me uthull, bëhet një sallatë shumë e mirë. Okej. Të bëjmë vetëm një spostim të vogël të atlasit tone të pastave Ola. Okej, që t'i shohim nenat edhe në ekran, pra një mënyrë e thjesht për të përgatitur një omlet, dhe kur është e pasturuar edhe me përbërës të tjerë, si që janë jeshillëqet e ndryshme, gjizë në një copë djathë, vetë vlerat ushqyese që veza ka, mund të kthejmë një vakt të shëndetshëm. Pra, vërtet, është një omlet, po ndërkohë darka mund të mbyllen fare mirë me një recet të tillë. Vezët, Anila, hinë gjithandej. Tani në pranverë, pranverë, kështu bëhen si thua omleta të ndryshme, me speca, me kunguj, njomë, me lakrinja të ndryshme, me patate, ku nuk hinë veza, do me thënë, bëhen omleta të ndryshme. Fillimisht unë kam hedhur kështu, s'kam hedhur vaj, që të fillojnë të fillojnë do me thënë të zbuten. Të zbuten dhe të avullojnë edhe... Avullojnë dhe lëngjet që kanë, lëngjet e tepërta, dhe tani do t'i hedhim edhe vaj. Do t'i hedhim vajnë, do të marim një 3-4 kokra vezë, do t'i hedhim aty tek gjiza. Do t'a lëm tani këtë dhe do të marim të pregatisim. Po të marrë një enë, është ajo që them gjithmonë, unë i kam të sakta faktikisht, por gjithmonë mirë është që vezët të kalojnë përpara si të përzihen. Në një test e quan, Katerina, janë ca rregulla kuzhine që mirë është t'i respektojmë edhe në shtëpi, edhe ne këtu në studio pa diskutim. Ne jemi të sigur për vezët që kemi, por nuk ka rëndësi, jemi si jemi, ky testi duhet bërë. Edhe që them, po tani nuk e dis, nuk më duket, nuk është tasi atil që... Një, prit ma jep mua, ku ta afrojmë. Jo, që të jenë të bindura në vezët, që neve nuk themi që kemi vezët. Që të jeni të bindura. Shikoni të vezën e vezës. Ashtu, Ja, këto janë vezët që ne gatuajmë, vezët to vital. Okej, vazhdojmë dhe shtojmë edhe okrat e tjera. Mund ta hedhim tuanin. Edhe kjo bëhet një nga një, duke marrë vezët, duke i provuar, e duke hedhë tek ena.
Tani neve kemi më pak lakra dhe do hedhim 4 kokra vezë. Edhe gjizën, edhe... Ja. 4 kokra vezë, okej. I hedhim edhe pak piper të zi. Gjiza ime nuk ishte krip. Kështu që do t'i shtojmë krip, nëse po e përgatisni me gjizë me krip, janë këto regullat që ju i dini tashmë, thjesht duhet jemi të kujdesshëm se në një detaj vogël mund të na e prish tërësisht shijen e recetës. Anila byrekun se mos na rëmben më tepër. Se gjuna gjithë ki mundim. Me gjithë se s'kishe shumë mundim byreku sot. Po prap, ne duhet ta provojmë. Byreku është gati, Kati. Është gati Është thua? gati, po. Mirë, ja. Nëse dëshiron e nxjerrun nga fura, vetëm... Po, nëse ke mundësinë Anil, të falenderoj. Si që të shkem atë. Mirë duket. Falenderit, Anil. E ka shumë të mirë aromën. Ku është byreku me nena, me gjizë. Problemi është që në shtëpi nënat tona ose mbuloni me një pecet guzhine ose kthenin përmbys nga ana tjetër, do me thënë që të zbutej edhe peta, edhe zbutej, do me thënë, kullonte themineve. Kështu që edhe ju në shtëpi për shembull një veprim është ky, që vendosim një pecet edhe e lëm të qetësohet. Tjetra është ajo që thamë që e përmbysim, por ne nuk do bëjmë asë njërën as tjetër, ne do të mbajmë kështu se duam që ta shikojmë. Rëndësi ka që ne i treguam gjitha variantet, vetë nuk do bëjmë asë njërën nga ato që ju thamë. S'bëjmë asë nga ato, se duam që ta shikojmë kështu si që kemi. Mirë, do të presim edhe omletën. Ta kemi gati dhe besoj pas pak do të shërbim edhe këto turlin shumë të shishme, me perime edhe me krah pule, edhe me pjesën e thungut të pulës që quhet ndryshe, me qënë se kështu i gjeni në dyqana kur bëni pazar. Edhe duhet ju thema në visave, që këto cungjet, mos i mendojmë se janë ekonomike, kanë çmim të ullët edhe këto dhe themi që ashtu. E di që ato kanë më shumë, do me thënë ato lëndët ekstraktive, do me thënë lëndët e mira që shijojmë edhe marim, kështu që mos t'i paragjykojmë. Në gatime? Përdorin, do me thënë të pjekura, kështu gatim, mund t'i bëjmë supra të ndryshme. Edhe për supë krahët kanë vërtet... Bëjnë shumë të mira. Më shumë shie dhe më shumë atë lëngun. Mirë është që t'i përdorim her pas here. Herë kështu, më ka kaq shumë gjëra që nuk di çfarë. Do me thënë keq kur ka e keq kur nuk ka. Se themi, ç'do bëjmë sot, po ç'do bëjmë, po ç'do bëjmë sot, ka kaq shumë gjëra që ke mundësi të bësh shumë gjëra. Jo s'kemi. Neve kemi mundësi të bëjmë shumë gjëra. Mirë, po ndonjëherë duam bjem në përsëritje, se duket sigurisht që ndrojmë një çik me një ndryshim të vogël. E bëm përsëritjen neve. Po. E bëm përsëritjen sot, mënyra se si e gatuam, e sollëm ndryshe. Po. Kështu që do mendoj se do ketë tjetër shije, do thënë, si e bëm sot. Po, e vërtet. Janë fundja ne dje fasule bëm, po mënyra se si sollëm i ktheu në një pjatë ndryshe, pak ndryshime, pak ngacmime të vogla dhe sjellim ndryshe, nuk e sjellim të njëjtën gjë. Nuk e bëjmë si thua tavë me oriz me makarona ose tavë me oriz me, mi them, krah pule me oriz, krah pule me makarona, do me thënë, e bëjmë edhe ndryshe. Edhe ndryshem shihen. Ja dhe pak tani këtu që të na bëhet tamam kjo, se nuk duhet ngacmuar, duhet që të bëhet edhe të ruaj dhe atë formën. Tani unë do t'i vë edhe këtë një kapak, që të më ndihmoj, do me thënë, të piqet veza dhe nga lartë. Ashtu, me avuj. Edhe të hedh gjellën, Anila. E lë pak ashtu, a? Po, që të nxjerrë avujt edhe të piqet veza. Ja, një mënyrë improvizuese, se si ta lëm me avuj, por edhe të piqet. Lëm kapakun, si thua, ata servirin dhe gjellën them ta servirim. Një pyetje kam unë, këtë burekun vërtet kështu do ta lëm neve. Kështu se do na prishet forma. Ato themi që mos ta, ne themi ta kemi. Mirë, ne nuk e ngasim, të prerë edhe të treguar kështu në pjatë, do ta kemi në Balkan Web pak minuta më vonë. Tani, do të shërbim turlin
me perime edhe me mishin e pulës që treguam dhe pastaj në fund, duke parë edhe kohën, do të rikthejmë dhe rilexojmë të gjitha recetat. Por leti bëjmë edhe këto prekjet e fundit pjatës, që është pikërisht shtimi i majdanozit, që shiko sa ndryshimi jep, Kati, duket kështu. Detaj i vogël fare, një majdanoz i gririmët, por ama e bën pjatën shumë të bukur dhe lëshon edhe ato aromën e këndshme edhe shihen që erëzat e freskëta kanë, ndaj ne shpesh i përdorim në gatim ashtu sikurse edhe ju në shtëpi dhe për këtë jam e sigurt. E shiko tani, neve lëngje nuk hodhën fare. Ju e patë të dashur, edhe akoma ka lëngje. Megjithatë, neve gjella nuk na është përfunduar. Jemi të sinqertë, se na u s'ka gjë, e fshim me një Do ta pastrojmë neve. Tham që gjella do një orë të mirë të qëndrojë në temperaturë të ullët. Ne kemi lënë fix 30 minuta, kështu që nuk e ka kryer atë zjerjen e plot që do të duhet të kishte në temperaturë të ullët, megjithatë pamjen do ta ketë të tillë, sepse nuk do të kemi lëngje, nuk kemi atë gjellën me lëng, është një turli me perimet të prera në copuza të mëdhaja, gatuar në disa procese, ka nisur me skuqen e mishit të pulës më vete, largimin e tij nga tigani, e më pas me radhë të gjitha perimet nga qepa e hudhra, e më pas kemi shtuar specat, kemi shtuar patlıcan, kungull dhe patate, e pak e nga pak i kemi lënë të gatuhen dhe të vinë në këtë pamje që ju po e shihni. Turlia Kati të nxjerr gjithmonë nga situata. Patjetër, dhe është ushqimi më i mirë. Por mua është ushqimi preferuar, me thënë të drejtën. Mua pëlqen jashtëzakonisht. Është ajo përmbledhja e frigoriferit shumë shpesh, ku na mbetet një patlıcan, një kungull, një spec, edhe nuk kemi që bëjmë me një nga tyre. Është mirë që ta përdorim, me thënë. I bëjmë të gjitha bashkë dhe i kthejmë në një pjatë të tillë. Por shumë e shishme. Faleminderit e dashur. Dhe tani edhe omletën ne e kemi për pak gati, ndërkohë unë po përfitoj pak nga koha, apo Kati do ta shohim? Për omletën? Jo, receta doja të lexoj. Në rregull. Vazhdo, e shërbim, nëse ky është moment që duhet ta shohim, recetat na presin pak. Nxora dhe të pisë lakrave sipër. Ma jep mua të ndihmoj jo me një dorë. Më falës. Atëherë, se hiç janë dy pjata këtu që edhe bosh rëndojnë. Kjo është omleta me Nuk është djegur, janë lakrat jeshile. Se mos e paraqyjoj ato. Jo, nuk është djegur, jo, ja. E duam një çik shumë që të jetë pak e ashtu. Ja. Ma shikuar? Kush nuk ka qef që ta konsumoj këtë omlet. E mirë, duket aromën e ka shumë të mirë. Shumë. Atëherë, minutat që na kanë mbetur, rikthejmë në ekran recetat e ditës së sotme. Me çfarë kemi gatuar? Turlin me krah pule. Kemi të gjithë përbërësit në ekran tani dhe janë 1 kilogram krah pule, 1 qep, 2-3 thelpinj hudhër, 2 domate të freskëta të grira në rende, 1 lugë supe salcë domate, pra salca koncentrat, 2 speca, 1-2 kunguj të njom, 1-2 patlıcan, 2-3 patate, vaj, krip, piper, gjysmë filxhani lëng mishi. Këto e keni alternative, sepse edhe me pakës fare ujë, duke ashtuar, duke qenë se nuk ka, nuk është e domosdoshme, me së zbënd kemi lëngun e mishi pra, dhe majdanozën si që pat në fund për servirje, edhe për bukurie edhe për shije. Atëre, lakrorin, po e kujtoj edhe njëherë për ju që s'na keni ndjekur në fillim, në receta kemi me hithra dhe gjiz, të njëjtën mënyrë mund ta gatuani edhe me hithra, po ndërkohë ne e kemi sjell me nen. 350-400 gram miell, pikërisht për të bërë brumin, 1 kilogram nena, 400-500 gram gjiz e freskët, krip, piper, vaj dhe gjalp. Dhe në fund fare, atë dorën e nenave që na mbeti, ne e gatuam në një tigan, pa yndyr, e më pas kemi shtuar aty të rrahur së bashku gjizën edhe vezët o vital. Gjizën e mbetur. Po, do më thënë që nga ngelin nga lakrori, ne i bashkua me uvital dhe i dam një pamje dhe një shije tjetër. Kështu që ne sot kemi bërë më shumë se sa 2 vakte. Këto i lëm për mëngjes. Bregun a lëm për darë, turlin për drek. Ja, kështu e kemi të gjitha vaktet. Herë na mbarojnë shpejt recetat, i përfundojmë, herë nuk i përfundojmë. Kështu bëjmë nesër, e kemi ndarë mëndjen, apo do e lëm surpriz? Prit një herë, Anil.
të qetësuar. Të ham njërë këto që bëm sot tua, jo? Bëjmë këto njërë, të mbledhim mendjen për këto anvisa, por shiko nesër, sepse na vinë dhe këto, si tuash, festat e Kemi Bajramin, javën që jo, kemi në fund të muajt, kemi, po le t'ua japim si tuash neve si ide që tani, ashtu. Unë mendoj që të sjell një baklava të rrudosur, ndryshe nga ai, që bëhet vetëm për 40 minuta. Do me thonë, për 40 minuta, po. Jo, e kam menduar sepse është ndryshe, nuk është ai baklava. Nesër do prisni se Katerina. Jo, do ta bëj këtë gjë. Kështu, duhet një pako peta, do me thënë 1 kilogram peta, 500 gram gjarp edhe 600 gram arra. Vetëm kaj do me thënë duhet, edhe sheqeri që duhet për sherbeti. Po për sheqerin, për këtë masë që unë ju them, duhet rreth 1 kilogram e gjysmë sheqer edhe 1 litër ujë. Bukuri, një zbuluam dhe diçka nga nesër, nëse jemi kurios në ndishni. Dhe ta gatuajmë ndishni. bashkë, t'i bëjmë bashkë, sepse ky baklava dhe po ta lëni dhe për një javë, aq më i mirë dhe më i shishëm dhe më i shkëlqyer. Bukuri, e përgatisim tani dhe mund të qëndrojë edhe një javë. Bukuri. Dhe bëhet akoma dhe më i shishëm dhe më i shkrifët. Dhe bëhet vetëm për 40 minuta. Ashtu. Do ta shikoni. Të lumshin duart për sot. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit e ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos hezitoni të përgatisni. Shikoni ato mënyrat, do me thënë pak ndryshime në mënyrën e përgatitjes së gjellës, por shumë shije në konsumimin e gjellës. Gjithashtu edhe byreku ishte byrek më të thjesht nuk ka, vetëm gjizë dhe këto mjafton të keni përbërësit edhe për shije nuk kam që ju them edhe për vlera ushqimore. Edhe omleta pa tjetër me ato që në ngelen pak gjizë, pak nen, edhe vezët që janë kryesore, edhe që të hani. Kaloni vaktin e drekës, të darkës, kur të doni juve. Kur të doni, ajo shion po njësoj. Ashtu. Mirë, këto ishin gatimet tona për sot, të cilat i rigjeni si gjithmonë në YouTube pak më vonë, në Balkan Web, gjithashtu edhe në Instagram, edhe në Facebook, pra këto janë kanalet zyrtare, News 24, Villa 24 dhe Balkan Web. Na rish shikoni pak më vonë, ndërkohë që së bashku takohemi pas hapësirës publicitare me 3 të ftuar dhe me një temë shumë interesante. Ju pres këtu.